Burri im e ka të vogël dhe e bëj fshehurazi me ishin, pasi e ka gjigant dhe marrëdhënia jon ishte si një zjarr i butë, i ngrohtë, i qëndrueshëm, por pa të flak të egër, që ndjenja e parë dikur na kishte dhënë. Dhe kur sytë e mi, për herë të parë pan trupin e ishit, kuptova diçka. Ndoshta zjarri im kishte nevojë për frymë tjetër, për frymën e një flake tjetër. Ishi ishte i gjatë, i gjerë, nga shpatullat, me duar që dukeshin të afta për të përkullur botën. Kur zhveshi këmishën, fryma më mbeti në fyt. Ishte një skulpturë e gjallë, me muskujt të theksuar dhe një prani që mbushte dhomën. Në mes të jeve të tij, po aq i madh sa e kisha parë ndonjëherë në ëndra, qëndronte prova fizike e dëshirës sime të fshehtë, një gjigant i butë, i palëkundur, i cekët në lëkurën e errët. Por kjo histori nuk fillon me trupin e tij. Fillon me heshtjen time, me shtratin tim të bashkëshortit, të njohur si gjumin vet, ku ndjenja vetëm mia u kishte ndërtuar një burg. Atje, çdo prekje të shpejta, puthje, rutinë dhe një intimitet të heshtur që nuk zgjaste asgjë. Takimi i parë me ishin nuk ishte i planifikuar. Në një darkë pune, gishti i tij u prek aksidentalisht te imi kur këmbyem gotat. Ndryshkja ishte e menjëhershme dhe elektrike, nuk ishte vetëm trupi, ishte mënyra se si më dëgjonte. Si sytë e tij të errët më kapën fjalët që burri im nuk e kishte dëgjuar kurrë. Ishte dëshira për të ndjerë e dëshiruar, jo thjesht e dashur. Bisedat u bën mesazhet u bën takime, dhe një pasdite në një hotel të vogël larg qendrës së qytetit u bë realitet. Kur hyra në dhomë, ajri ishte i rënd, nuk folëm. Ai vetëm u afrua, duke mbuluar dritën e dritares me trupin e tij dhe më puthi. Ishte një puthje zhdukse që më hoqi nga toka. Duart e tij të mëdha dhe të forta më eksploruan me një siguri që më shkaktoi të dridhesha. Kur më çoi drejt shtratit, ndjeva një përzierje terrori dhe shprese. Dhe kur më pa plotësisht të zhveshur dhe të brisht para tij, tha vetëm: "Je më e bukur se çka më ndëruar kurrë." Intimidimi i madhësisë së tij u shkri në mënyrën se si më preku, ishte i përpikt, i ngadalt, duke kërkuar vazhdimësisht pëlqimin tim me sytë dhe fjalët e tij të përzemërta dhe më futi brenda. Ndjeva një plotësi të re, jo vetëm fizike, ishte si të kthehesha në shtëpi në një trup që nuk e njihja. Lëvizjet e tij ishin një valë e qëndrueshme, e thellë, që më ngriti drejt kulmit me një forcë të papërshkrueshme. Qau, duke e përmendur emrin tim, dhe kjo më shkatroi. Më vonë, shtriu në krahët e tij të gjerë, ndjeva gjëmimin, jo për burrin tim të mirë, të besueshëm, me duar të buta dhe një dashuri të qetë, por për veten time, për gruan që isha bërë në atë dhomë, një grua e ndjerë, e padoruar, e dëshiruar deri në majtë të gjymtyrëve dhe një tradhtare. Ishi më ktheu përsëri në jetë, por në çdo prekje të tij linda edhe vdekja e gjithçkaje tjetër, e besnikërisë sime, e perceptimit tim për veten si një person i mirë dhe e martesës sime siç e kisha njohur. Dhe kur u ktheva në shtëpi, tek burri im, në shtratin ton të heshtur, ndjeva madhësinë e zbraztisë që kisha lënë pas. Zbrazti midis kofshëve të tij, po edhe një zbrazti shumë të madhe, ajo në zemrën time, ku tani banojnë dy burra, njëri me madhësinë e një giganti që më mbush trupin, tjetri me madhësinë e një dashurie të qëndrueshme që më plas zemrën. Nuk e di se cili prej tyre është më i madh. Atë mbrëmje, kur burri im më puthi për natën, buzët e tij kishin shijen e duhanit të butët e të njohur. Puthja ishte e shkurtër, e ëmbël, e padëshiruar. Mbylla sytë dhe për një çast imagjinova se ishin buzët e tjera, më të forta, më të zjarta, që më kishin lënë një gjurmë të pashlyeshme mbi qafën time, një gjurmë që fsheha me kujdes në njakën e këmishës së tij të përsosur. "Duhet të bëjmë një udhëtim," tha papritur, duke u mbështetur në bryl. Syri i tij i kaltër, i hapur dhe i sinqert shikonte drejt për drejt në zemrën time të ndarë. "Të shkojmë atje në Breakdeck, kur martuam. Më mungon ti." Fjalat ti u ndanë ajër. Kush isha unë për të? Gruaja që u martua me të 10 vjet më parë, e egërsuar nga dëshira dhe besnikëria, apo gruaja që tani dinte se çfarë ndjenja të errta mund të fshehin pas dritareve të pastra të një shtëpie të përsosur. Po përgjigja dhe zëri më doli si i mbytur, do të ishte e bukur. Por mendja ime vrapoi tek telefoni i fshehur në çantën e dorës, tek mesazhi i fundit nga ishi. Nuk mund të heq mendjen prej teje.
kur të takohemi përsëri. E mbajta pamjen e tij të ndenjur në buzë së shtratit, i pasur dhe i plot në vetdijen e forcës së tij fizike, pas një nevojë për konfirmim, pas një pikë pyetje në sytë e errët. Një njeri i tërë që më donte të tërën timen dhe unë nuk e njihja as gjysmën e asaj që ai donte. Dita tjetër në dhomën e atij hoteli të njëjtë, ai nuk priti, nuk pati as një val të ngadalt, as një ngrohtësi të heshtur. Ishi erdhi për mua me një urrejtje të përbullshme dhe të bukur, duke më shtypur kundër murit, derisa suvaja të plasariteshe nën kurrizin tim. Ti më ke bërë të çmendur, gërhiti në veshin tim, dhe fjalët e tij më dogjën më shumë se prekja e tij. Ti qënke si një bar i rrezikshëm dhe unë jam i etur. Kjo herë nuk ishte asnjë përshpëritje të ëmbël, asnjë kërkesë për miratim. Kishte vetëm kënaqësinë e papritur të dorës së fortë në jetën e mia, të dhëmbëve të tij mbi supet e mia dhe ndjenjen e pa mëshirshme se po shkatërrohesha dhe po ndërtohesha në të njëjtën frym. Ai më zotëroi dhe unë i lash me gjithë shpirtin, pa zemërim. Më pas, kur gjakun ton u qetësua dhe u shtri në heshtje, ndjeva një pikëllotje të ftohtë mbi krahun tim. Ishi qante. Kjo më tronditi më shumë se gjithçka tjetër. Çfarë është, përshpërita? Ti nuk je imja, tha. Dhe zëri i tij ishte i ashpër, i grisur, dhe unë jam një idiot që më pëlqen të mundohem të mbaj, edhe pse e di se do të ikësh. Në atë moment e pash për herë të parë plagën në gigantin, plagën e një njeriu që në fund të ditës ishte po aq i vetmuar sa unë. Gjithçka çoi në një prekje tjetër, kësaj radhë të ngadaltë, të përgjeshme, gati të trishtuar, një prekje e pendimi, një lamtumir. Rruga për në shtëpi dukej si një udhtim në ekzekutim. Në derë, buri im më priste me një buqet të vogël lulesh të egra, të cilën e kishte mbledhur vetë. Për ty, tha, duke buzëqeshur me atë buzëqeshjen e vogël të dobët që tani më shkelte zemrën. Të kujtohet natën tonë të parë në mal? Në mes të luleve ndjeva erën e malit, erën e dëshpërimit dhe të dëshirës së pamatur, dhe kuptova se mërgata nuk ishte vetëm fizike, ishte koha. Ishin dy njerëzit që kishin qenë dhe që tani nuk ishin më. Ai më zuri për dorë duke i shikuar gishtrinë e mi, sikur t'i numëronte. Digjë, tha pa më shikuar në sy. Dikur, kur isha i vogël, babai im më tha se dashuria e vërtet nuk është në gëzimin që të jep, është në dhimbjen që mund të durosh për të. Unë për ty do të duroja çdo gjë. Në heshtjen që ndoqi, dëgjova plasaritjen e dy gjigantëve në gjoks, njëri prej shkrepses dhe pasionit të palishëm, tjetri prej betonit dhe besimit të papajtueshëm, dhe midis tyre unë, një grua shumë e vogël që po përpiqej të zgjidhte nëse do të vdiste nga zjarri apo nga ftohja.